Mirë, jemi shkëputur nga kjo konferencë për shtype ministres së shëndetësisë Visala, teksa do të ndalemi tek një lajmi minutës së fundit, ashtu sikur se jeni duke e parë në pamje, një pikë këmbimi valutor në zonën e 5 Majit në Tiranë është grabitur pak minuta më parë. Sipas informacioneve paraprake, një person i armatosur ka hyrë në ambientet e pikës e cila ndodhet brenda një qendre tregtare dhe nën kërcënimin e armës ka marrë një shumë parash. Pas grabitjes, autori është larguar me vrap nga vendi i ngjarjes, ndërsa në zonë kanë mbërritur forcat e policisë, ashtu sikurse ju i shikoni në këto momente në pamje, ndërsa ende nuk dihet shuma e parave të grabitura pikërisht në pikën e këmbimit valutor në zonën e 5 Majit në kryeqytet. Ashtu sikurse e tham dhe sikurse e keni ndjekur edhe me titra në ekranin e Ora News, bëhet fjalë për një person i cili është futur brenda qendrës tregtare, aty ku ndodhej pika e këmbimit valutor në zonën e 5 Majit në kryeqytet dhe sipas informacioneve të para të mbërritura në Ora News, ka grabitur një shumë parash, shuma ende nuk është bërë e ditur nga autoritetet përsa i përket vlerës, pra, se sa është shuma që personi ka arritur që të tërheq dhe të rëmbej nga kjo pik këmbimi valutor në zonën e 5 Majit, vetëm pak minuta më parë, mëngjesin e ditës së sotme, pra, të njëjte. Këto janë pamjet e para që vinë në redaksinë e Ora News, ku duken efektiv të policisë, teksa kanë mbërritur në pikën e këmbimit valutor brenda qendrës tregtare në zonën e 5 Majit, ku po bëjnë edhe verifikimet e para, duke marrë të dhëna, ndoshta edhe pamjet e kamerave të sigurisë, personave të cilët mund të kenë dieni për këtë ngjarje,